Veprimtari shqiptaro-amerikan Hafiz Shralaj është drejtuar me një reagim të ashpër kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj, duke kritikuar zhvillimet e fundit politike në vend dhe duke akuzuar se ai dhe disa figura të tjera të skenës politike po bashkëpunojnë me listën serbe dhe me kriminalin e shpallur Milan Radojqić. Shralaj thotë se as vjedhja e shtetit e as bashkëpunimi me listën serb shqipfolse nuk mund të justifikohen, ndërsa pretendon se disa ish zyrtar kanë pasur marrëdhënie politike e biznesi me Radojqićin, duke konsideruar si akt të dorëzimit të veriut në ndikimin serb. Sipas tij, edhe ish krerët e shtetit e kanë pritur në zyrat e tyre Radojqićin, ndërsa disa figura politike që vetë quhen krau i luftës kanë bashkëpunuar me persona të përfshirë në krime ndaj shqiptarëve. Veprimtari thekson më tej se të njëjtat individ tash kërkojnë rikthimin e situatës në pikën zero, ndërsa kundërshtojnë ashpër kryeministrin Albin Kurti, të cilin e cilëson si çlirimtar definitiv të Mitrovicës. As me e vjedh shtetin e as me bashkëpunuar me listën serbo-shqipfolse dhe kryetarin aktual të saj, kriminali Milan Radojqić, me të cilin kishte marrëdhënie biznesore e politike, si kryeministër ishte i pranishëm dhe i mirëseardhur, të cilin në një mënyrë ja dorëzoi veriun në cilësinë e majorit të pjesës veriore. Edhe ish presidenti po ashtu e ka pas në zyrë. Merreni me mend, krau i ashtu quajtur i luftës përjashton Ramushin, i cili ka luftuar, t'i afroi një kriminal e terrorist, i cili personalisht ka vrarë shqiptar, por kur ja dhan tëra të pushtet në veri, ai u siguronte vizita pa pengesa aty. Prandaj edhe skuthat e LDK-s e dëshirojnë kthimin në pikën zero, pasi asnjë problem nuk e kanë listën serbo-shqipfolse. Bashiq nuk e kanë problem, por problemin kryesor e kanë Albin Kurtin, çlirimtarin definitiv të pjesës veriore. Aty këtyre hajduto kriminalëve po u djeg miratimi i formimit të byros për justifikimin e pasurisë së jashtëligjshme. Albin Kurti nuk e themelon asociacionin e komunave me shumicë serbe, ani pse e ka pranuar marrëveshjen e Ohrit, ku sipas renditjes së obligimeve, njëja nga Serbia është para themelimit të këtij asociacioni. Sipas kësaj, ka tendenca që Kurtit mundësisht ja eliminojë mundësinë e ardhjes në postin e kryeministrit, ndoshta duke na preferuar, mos të them imponuar, në një president ose kryeministër postier, i cili çdo mëngjesi duhet me shkuar në ambasada me i marr posta ditore, dhe kur t'i klasifikoj, fillon t'i zbatojë në mbrëmje t'u raportojë ato, e kështu me radhë. Shteti nuk udhëhiqet me kërpurdha. Prandaj me 28 dhjetor mbahet referendumi për sovranitetin e Dardanis ose nën monitorimin dhe kufizimin nga shteti i Serbisë. Nëse pranohet kjo e fundit, po shkelnin mbi gjakun e popullit shqiptar, duke i injoruar heronjtë e martirët. Zoti do t'ju mallkojë, dënoi. Gjeneratat e reja do t'ju mallkojnë, sepse i lat nën kontrollin dhe diktatin e xhelatit shekullor, Serbisë. Askush nuk mendon se nuk duhet të bashkëpunohet, posaçërisht me SBA-t, por jo ta përjetojmë ne fatin e Ukrainës, e cila edhe pas atyre humbjeve në njerëz, po detyrohet ta pranojë një marrëveshje, e cila sigur ajo e para nuk i siguroi asgjë, kur i dorëzoi armët bërthamore, dhe e njëjta gjë do t'i ndodh pas sa dekadash.